e parë me numër 3 shifror të votave për herë të parë në historinë institucionale e parlamentare të Kosovës. Mirë po, nuk arritëm aty. Kur nuk u e bëhe mundur që të kemi një figurë konsenzuale, atëhere mua mu tha nga kryetari i PDK-s, atë që ka deklaruar publikisht, se ata kërkojnë që 2 kandidatët për president të jenë të propozuar nga PDK-ja dhe njëkohësisht të bëjë marrëveshje politike ku garantoj që ato do të votohen në mënyrë që njëri prej tyre të zgjidhet. Unë ja kam shpjeguar me shumë dashamirësi kryetarit Bedri Hamza se një gjë e tillë është e pamundur për mua si një kryeministër demokrat dhe si kryetari i lëvizjes së vendosjes e cila ka statut të saj, në të cilën nuk lejohen blanko marrëveshje. Nuk mund të bëj marrëveshje pa u ditur emri. Dhe e falenderoj kryetarin Hamza që ka pasur mirë kuptim për këtë reagim timin. Nuk është e mundshme që në kryesinë e lëvizjes së vendosjes kryetari të propozoj kërkesën e PDK-s që 2 kandidatët të marrin nënshkrimet e vetëvendosjes, njërit prej tyre i duhen 30 nënshkrimet e vetëvendosjes, tjetrit i duhen së paku 8, ata 22 kanë, shpresoj që i kanë 22, po së paku 8 vetëvendosjes, pra nga vetëvendosja kërkohej që t'ja jep 38 nënshkrime të deputetëve të saj, 2 kandidatëve të PDK-s, dhe më pastaj ta garantojmë që s'paku njëni për tyne, s'paku në raundin e 3 i merr 61. Kësa marrëveshje politike nuk mund bëj. Përveç njeriu kësa marrëveshje vështirë bëjë me vetveten. Lere më me dikë tjetër, e lere më me dikë nga një parti rivale tjetër. Po unë e falenderoj kryetarin Bedri Hamza që ka pas mirë kuptim për mospranimin tim. Dhe kur s'më dhan emra, thash hajt të provoj t'ja jap unë në emër. Ju thash Andin Hoti. Andin Ukshin Hoti. Duke pas parasysh për i familjes që vjen, Ukshin Hoti është unik. Për nga filozofia politike, ne nuk kemi një mendje tjetër të ngjajshme, jo vetëm në Kosovë, po në barë kombin shqiptar që nga lufta e 2 botërore këtej. Andaj, Andin Ukshin Hoti ishte një propozim i ynë, që së paku të fillojmë të diskutojmë. Nuk u pranua. Dhe jo vetëm që nuk u pranua, po nuk u pranua së kemi takime më tej që të flasim për emrat të tjerë. Mirë, se nuk bën Andin Hoti, ma thuaj një emër tjetër, nuk mu thas njerë. U kërkua vetëm të nënshkruajën çek blanko aty. Marrëveshje pa emra, po me zotim absolut. Më vjen keq, po s'është e mundur. Me gjithë vullnetin tim që të ecim përpara, po kjo nuk është rrugë e mundshme. Ndërkaq me kryetarin e LDK-s kemi diskutuar për shumë zhvillime politike në Kosovë. Ata thanë që ne kemi 15 deputet, pra në rastin më të mirë mund t'jam mbledhë një kandidati gjysmën e nënshkrimeve të nevojshme. Unë kam shpreh gatishmëri, qoftë kryetarit Hamza të PDK-s, qoftë kryetarit Abdi Gjiku të LDK-s, që në nënshkrimet e nevojshme, që mund t'ju nevojitën për kandidatë të tyre, t'u asigurojmë një vetëvendosje. Nuk është pranuar një gjë e tillë, pra nuk kanë mbledhur në nënshkrime të vetat për propozime të vetat. Nuk kanë dhënë në nënshkrime të vetat për propozime të tjetërkujt. Nuk kanë pranuar në nënshkrime tonat për propozime të tyre. Nuk kanë pranuar as ndihmën tonë në formë të nënshkrimeve për propozime të tyre që mund të jenë edhe jashtë partive të tyre. Dhe gjithashtu nuk janë përpjekur që me njëri tjetrin ta bëjnë një kandidaturë të përbashkët. Sepse kjo është e mundshme. 22 plus 15 bëjnë 37, mos e mjaftueshme. Edhe nëse disa s'ti japin në nënshkrimet, PDK dhe LDK kanë mundur ta nxjerrin një kandidat. Kur ja shtojmë edhe 6 deputet të AK-s, 43, kjo është mos e mjaftueshme që ta kenë një kundërkandidat.
nuk ka pasur fare interesim edhe vullnet, prandaj më vjen keq që atmosfera e mirë që kishim nuk u përkthye as në hapa konkret se lere më në marrëveshje e cila ishte e nevojshme. Dhe ju e dini se çfarë bëm ne? Të vetmën gjë që mund ta bënim. Ta nxjerrnim ne një emër. Glau Konjufsën nuk e kemi nxjerrur 30 ditë para ditës së djeshme. Po më pak se 30 orë para ditës së djeshme, kur u thirr seanca afër mesnatës. Ne kemi dashur që t'ju japim shans të tjerëve. Por në të njëjtën kohë nuk kemi dashur të hyjmë në 24 orëshin e fundit pa pasur asnjë emër askush. Se nuk është mirë për shtetin e Kosovës. Po hen në 24 orëshin e fundit për zgjedhur president dhe askush asnjë emër. Prandaj një ditë para ne e nxorrëm Glau Konjufsën. Mirë po, ju e keni parasysh. Veç me një emër kandidat për president nuk është e mundshme që të filloj seanca. Duhen 2 emra që përbëjnë minimumin e garës dhe më pastaj fillon seanca. Dhe nuk e nxorrëm më një herë Fatmire Mulhaqa Kullçaku. Diskutuam gjëre gjatë në kryesi e në grupë parlamentar. Dhe përderisa Glaukun si emër kandidat për president e nxorrëm më pak se 30 orë para skadimit të afatit, kundër kandidatin e tij, Fatmire Mulhaqa Kullçaku, e nxorrëm më pak se 3 orë para skadimit të afatit. Sepse nuk dëshironim që t'impononim dikuj tjetër shumë herët emra. Kur u pa që është e pamundur të marrë ndonjë emër, qoftë prej kryetarit Bedri Hamza, qoftë prej kryetarit Lumir Abdigjiku, vetëm atëherë ne kemi nxjerrë emra. Unë kam pritur të më japin ata emra, nuk më dhanë emra. President pa emër nuk ka. President anonim s'është e mundur. Edhe tash ndodhemi në situatën në të cilën pa çka se unë i takova kryetarët e 2 partive opozitare për 12 ditë ma shumë e ma shpesh komunikova më dendur e më intensivisht se në 12 vjetë të fundit, megjithatë konstruktiviteti dhe korrektësia nuk prodhuan marrëveshje. Andaj në këtë situatë të nderuar gazetar, të dashur qytetar, konsiderojmë që i kemi 60 ditë në bazë të Kushtetutës së Republikës Kosovës që ta bëjmë një zgjidhje e të mos kemi zgjedhje. Ta bëjmë një zgjidhje të re